Një dron mbi stadiumin Loro Boriçi. Nuk bëhet fjalë për ndonjë fluturim provokues nga tifozët kundërshtar. Një studio projektimi në Shkodër regjistroi imazhet nga lart stadiumit që është në proces rikonstruktimi dhe pritet të shndrohet në shtëpinë e re të ekipit kombëtar. Pamjet tregojnë se si impianti ka nisur të ndryshojë duke marrë formë të re deri në momentin kur do të jetë vënë plotësisht në zbatim projekti i arkitektit australian Peter Wilson, që parashikon ndërthurjen e modernes me pamjen aktuale. Në xhirimet e realizuara nga ajri, vihet re se si ritmet e punës nuk janë shumë të larta, me një grup të vogël punëtorësh në terren. Aty kuptohet më së miri edhe problematika në ndërtimin e tribunës kryesore, e cila ka dalë disa metra më përpara, duke bllokuar pamjen nga një pjesë e tribunës mbrapa portës veriore. Një çështje që kompania zbatuese ka thënë se do të zgjidhet, pasi edhe në tribunat e tjera do të ketë ndryshime deri në arritjen e formës finale të projektit. Stadiumi Loro Boriçi do të ketë kapacitet 17.000 vende. Kosto e ndërtimit është përllogaritur në 10 milion euro, ndërsa synohet që impianti të jetë gati për sfidën e kthimit me Serbinë më 8 tetor në kuadër të grupit i kualifikues të Euro 2016.